Mirëmbrëma të gjithëve. Faleminderit për këtë pritje entuziaste. Faleminderit shumë për këtë pritje entuziaste. Jemi në një takim me demokratët e degës Kamës sot në pritje të gjithashtu protestës madhështore të 10 shkurtit. Kjo është foltorja e radhës e profesor doktor Sali Berishës, kryetari i Partisë Demokratike. Kam këtu në panel kryetarin e degës Kamës, zotin Petrit Doda. Gjithashtu kryetarin e Departamentit të Shëndetësisë, zotin Ilir Ali Mehmeti. E ftoj në podium zotin Doda që të mbaj fjalën e tij të hapjes. Mirëmbrëma gjithëve. Ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen, gjithashtu për mbështetjen që i keni dhënë Partisë Demokratike historikisht në ditët më të vështira. Ju jeni heroj, ju jeni njerëz që ka mbajtur mbi supe gjithë sakrificën dhe pushteti që u ka urryer për legalizime, që pushteti u ka urryer për punën, pushteti që u ka urryer për shërbimin, prandaj ju bëj thirrje që me datën 10 shkurt ta shkundim një herë mirë qeverinë e korruptuar të Edi Ramës. Fjalën e ka doktor Sali Berisha. Zotin Ilir Ali Mehmeti. Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se u gjeta. Përshëndetje për ju demokratë qëndrestar që keni botë mundur që Partia Demokratike sot është në këmbë. Kalum vitet vështira dhe fal jush u arrit kjo. Kjo është komplet merite juja. Përshëndes zotin Doda, kryetar i degës 4, përshëndes zonjën Ngaro, dhe patjetër kryetarin Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berishën. Pak më parë po flisha me zotin Doda, po thonë të Kamza kërkon ka shkëlqimin e vetë. Patjetër ka shkëlqimin e vetë, dhe për karshi një protestet madhe që ne kemi me 10 shkurt, është krejtësisht e nevojshme të kuptojmë që çdo lloj force është e nevojshme karshit keqes. Jetojmë një shtet ku janë harru 3 shtyllat bazë që ai ka. Arsimi, shnetësia, siguria. Kjo bëhet një shtet. Arsimin e dini vetë, nuk po ju hy. Shnetësinë e dini vetë, i keni shumë të qarta se ku është. Siguria e dini vetë, nëse se fillon policia dhe merr peng njerëz të infiltruan polici, ku është siguria? Nëse rrugët fillojnë e binë rrëshkasin, ku është siguria? Kur s'dim se çfarë ushqemi, ku është siguria? E kur s'dim kur shkojmë në spital ka apo s'ka ilaçe, ku është shëndetësia? E në fund fare nëse duam ta masim një shtet e masim me rinin. Rinia e shef të ardhmen këtu apo rinia hikën? E nëse rinia hikën, aja e vën notën qeverisë. Nëse ata hikin, i thënë qeverisë ti ke notë mbetëse. Ti për ne nuk je më shpresë, për ne nuk je më ardhme. Për karshi të rinjve tanë, për karshi fëmijëve tanë, që ata mos na hikin, ni për vetmesave ta shohin të ardhmen këtu, neve me 10 shkurt duhet bashkojmë çdo forcë, të jemi aty të qëndrueshëm, për karshi Edi Ramës nuk ka rrugë tjetër përveç forcës, përveç përgjigjes të fortë, përveç përgjigjes qëndrueshme dhe të përshkallëzuar. Nuk ka rrugë tjetër. Ai vetëm ashtu largohet. I keni pa shumë qartë se çfarë po ndodh, edhe ditën e djeshme, po s'do t'ju marr më shumë kohë, ju këto i dini, unë mendoj përgjigjen ne duhet t'ja japim shesh, duhet t'ja japim me 10 shkurt, duhet t'ja japim gjithë bashkë. Faleminderit. Faleminderit Ilir, kam tani kënaqësinë që ftoj në podium kryetarin e Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha. Mirëmbrëma dhe përshëndetjet mia më të përzemërta ju, demokratëve të Kamzës të pranishëm në këtë sallë,
banorëve të këtij qyteti, kudo që janë sonte, në Kamz, Shqipëri, jashtë vendi. I dashur zoti kryetar, i degës Partisë Demokratike të Kamz, i dashur zoti Ali Mehmeti, zonja Garo, të nderuar miq. Kam shumë kënaqësi që vi sot tek ju. Së pari për të shprehur mirënjohjen më të pakufishme për secilin për jush, për çdo demokrat dhe mbështetës të Partisë Demokratike dhe të opozitës në këtë qytet, të cilët me besim të palkundur tek Partia Demokratike ja duart në tërësi Kamzën që ndërtuat, që e ngritet nga hiçi, e shndruhet në një nga qytetet më të mëdha të Shqipërisë, ta mbani qytet në përputhje me idealet tuaja, të qëndroni të palkundur, të pamposhtur në të vërtetat dhe vlerat që ju besoni. Vi këtu me ndjenjën e mirënjohjes thellë, sepse ju në zgjedhjet e fundit përmbys rezultatet më parshme dhe shkojmë të sigurt drejt garave të reja me besim të madh për fitore. Por vi gjithashtu të përulem para jush, edhe për faktin se 12 vite kanë qenë vitet e padrejtësive më të mëdha që kanë rënë mbi ju. Kanë qenë vitet e diskriminimit më të pamerituar tuaj. Kanë qenë vitet në të cilat shumica e familjeve tuaja janë detyruar të përcjellin fëmijët në rrugët e botës, sepse nuk ka patur për ta asnjë mundësi që të qëndrojnë në vatrat e tyre familjare dhe të ndërtojnë ëndrrën e tyre. Kanë qenë vite në të cilën koha pothuajse ka ndaluar në Kamz me këtë kryetarin, pseudo-kryetarin që keni. Kamza ka mbetur me një infrastrukturë në rrënim e sipër. Ato terene, ato mjedise të cilat ishin të domosdoshme për një qytet që është i 6-ti në Shqipëri për kap banorët, një nga një i hangër dhe po i hanë betoni i Edi Ramës dhe kryetarit. Por këto ka qenë vite dëshprimi. Kanë qenë vite në të cilat pensionet, jo që nuk u rritën, por krahasuar me çmimet u bën gjithnjë më të vogla, po kështu dhe rrogat e ulta dhe rrogat e mesme. Pra, vitet e një regjimi që në Kamz dhe në mbar Shqipëri është sjellë si një pushtues i vërtet. Është sjellë si një pushtues i vërtet, sepse së pari, duke dhunuar votën tuaj, vullnetin tuaj të lirë, një lloj si në rast e pushtimeve dhe diktaturave, të gjithë pushteti u përqendruan në duart të një njeriu. Kanë qenë vite në cilet ju keni derdhë lumej djershe në fushata elektorale, i keni fituar zgjedhjet, por armiku më i egër i votës së lirë të shqiptarëve pas Enver Hoxhës Edi Rama ka shtruar procesin zgjedhor në farsë zgjedhore, në farsë elektorale. Ka krijuar në fushat elektorale tregun më të zi të gjitha tregjeve që është tregu i votës. Tregu i vullnetit, tregu i idealeve të njerëzve.
ka përdor të gjitha metodat antidemokratike, antikushtetuese, për të plaçkitur votë të qytetarëve. Miq, po marrim vetëm zgjedhjet e fundit. Në Shqipëri, një lloj si në Tunizi. Edi Rama arrestoi në vitin elektoral liderët e 2 partive kryesore opozitare dhe vurin proces penal të tretën. Në vitin elektoral shkelmoi çdo nen të kodit zgjedhor, por dhe çdo parim ndërkombëtar të zgjedhjeve të drejta. Në vitin elektoral shndroi shërbëtorë të qytetarëve që duhet të jenë punojës të administratës, në armiq të egër të votës tyre, në polici politike sekrete. Cili do nga ju kujtohet grupet e patronazhistëve? Por hir zvërtetës do ta pranojmë. Ato kishin një bashkëpunëtor sigurimi, kishin disa veteran pensionist nga Fronti Demokratik, dhe si të zeza kalonin apartament pas apartament, dhe gjenin të dyshurën, dhe dini i bën një gjyq në bord pallatit se ky nuk do na votoj. Ky votë e ka për armikun. Por sot, një armatë e tërë e drejtorëve, e punojësve të administratës, nërmarrjeve publike, ushtruan patronazhistë dhe në policinë sekrete për të shkelmuar vullnetin tuaj. Në kundërshtim me çdo parim, u dhan 100 euro për pensionist në kulmin e fushatës elektorale. Në kundërshtim me çdo parim, me parat tuaja, u organizuan 4530 aktivitete në fushatë elektorale para saj. Vetëm për ndikur votën e qytetarëve. Në kundërshtim me çdo parim, vetëm 2 ditë para zgjedhjeve, u falen 2 miliard euro gjoba dhe kamata. Në kundërshtim me çdo parim, 2 javë para zgjedhjeve, u dekretuan 29.000 hektar kanabis nga 200 që parashikonte ligji. Pse u ndala në këtë? U ndala në këtë se një njerëz politik. Vetëm për të vërtetuar faktin se me Edi Ramën zgjedhje nuk ka. Me Edi Ramën ka fars. Por, dhe vërteta është sa i zhvilloi fars në 23-shin. E vërteta është sa i zhvilloi fars në 2021-shin. E vërteta është se zhvilloi fars në 2017-ën, 2019-ën. Ky është armik i votës. Ky spajtohet kur me vullnetin tuaj dhe votën tuaj. Sot, ne kemi përballë një regjim që qeveris me klanet më të fuqishme të drogës në Europë dhe ndër më të fuqishme të botës. Klane që lvizin miliarda. Franz Çopja 6 miliard. A mund të imagjinoni ju? Një njeri që jam mësuar me emrin para 5 muajsh, ai kishte 6 miliard euro nga kanabis. I lidhur si mishi me thojnë me Edi Ramën.
Karteli tjetër kontrollon plazhin portën e Durrësit. Ai tjetri që, ai xhongleri që del, Luca, i ndjekun Katarant, ai administron të portin dhe marrë në koncesion portin e peshkatarve. I ndjekur gjatë periudhës sonë në Katarant nga italianë dhe të gjithë për trafik droge. Tjerë në Vlorën, tjerë në Shëngjinin. Portet tona, portet lira droge. Jeni ndjeni të aferave të tmerrshme korruptive. Në mënyrë të përsëritur, banka botërore dhe studime tjera kanë provuar se këta vjedhin jo me pak se 90% të çdo investimi. Edhe 100%. Ku është djegësi i Tiranës? 130 milion asnjë tull. Po të shkoni të studioni dokumentat e Akshit, normal, agjencisë Edi Rams dhe Linda Rams. Aty do gjeni X-in, i cili fiton tenderin me 60 milion euro, i cili transferon në kontot e tij 60 milion euro dhe nuk ka bërë asnjë blerje, asnjë shitje. Absolutisht. Përveç marrjes parave nga thesari në konton e tij. Në botë kjo, s'dohen gjë që te i kalon. Shkojmë me tutje, gjejmë pensionistin, i dalë prej kosh në pension, si për mars me 60 milion euro i portit Vlorës. I shif një rrugë. I shif një rrugë. Rruga Qukës Qafë Ploç, loti i tret i saj, 9 kilometra, 87 milion euro, rreth 9 milion euro kilometri. 9 milion euro kilometri, pas një urë, pas një tunel, po 9 milion euro kilometri është në rrugën e Kombit, e cila ka një gjerësi 27 metra, ka vjetra ura, ka tunelet më të gjata dhe mesatarja i shkon 9 milion euro. Rruga 10 metër e gjerë, që po shemet segment mas segmenti, 9 milion euro kilometri. Pra, kanë vjedhë plaçkit në mënyrën më të pabesueshme. Por, kjo është gjysma. Gjysma tjetër më e rëndë është se të gjithë paratë e krimit të drogës shndrohen në vota dhe vota shndrohen në krim dhe drogë. Miq, karteli Troplin, një nga më të fuqishmit në Europë që kontrollon në çdo qelizë portën e Durrësit, pasi me të gjitha mjetet dhunoi zgjedhjet në Durrës, çfarë ndodhi? 5 kulla, 12 ndërtime, 38.000 metër katror tokë publike tek stadiumi Nikodovana në Durrës. Pra, parat në votë. Vota në ndërtime krimi dhe ndihmon krimin. Çfarë ndodh? Me parat e buxhetit. Një ushtri e tërë mobilizohet për të shkelmuar votën tuaj. Parat e buxhetit tuaj shtrohen në votë.
vota shtrohet në vjedhjet tyre. E treta, çfarë ndodh me ne? Çfarë ndodh me parat tona, me djersën tonë? Kjo organizat kriminale i shtron ato në një mashtrim të tmerrshëm për ju, për qytetarët. Ju e pat se si lotët e UNAZ shkonin në qiell çmimi, sepse disa miliona për lot mirënin mediat, që nga mëngjesi deri në darkë mashtrojnë qytetarët. Dhe mashtrimi i tyre shtrohet në votë. Dhe vota shtrohet në mashtrim, sepse ata marrin prapë para si shushunja kundër jush. Kjo është situata. Por, ku jemi ne? Sigurisht që sot opozitarët janë të lodhur, dhe këtë s'mund ta mohoj njeri. Janë edhe traskapitur nga mospasja, nga dëshprimi, nga një sëri faktorësh. Kanë vujtur, kanë sakrifikuar, janë keqtrajtuar në shkallë ekstreme. Megjithatë, sot ne jemi absolutisht në kilometrin e fundit. Jemi në kilometrin e fundit rrugësor. Dhe jemi sepse ju qëndruat. Ju qëndruat. Qëndruat besnik, pavarësisht nga të gjitha këto, ju mbrojtët idealet, ju mbrojtët vlerat, ju mbrojtët të vërtetat që besoni. Ju faktikisht e solt Partinë Demokratike sot në këto kushte partia e dytë e vetme në të gjithë vendet ish komuniste me këto përmasa kaq e madhe. E vërteta është që ju me punën tuaj, me djersën, me përkushtimin, me ndërshmërinë, bët që kjo parti në realitet të ishte fitimtare në 21-shi. Absolutisht. Absolutisht. Bët që kjo parti të ishte fitimtare në 2025-ën. Po. Cili do që u thot ndryshe. Ju jeni njerëz të politikës. Pyetini pak. Cili do ishte rezultati në qoftë se liderët e opozitës nuk do arrestoheshin kundërshtim me çdo ligj dhe kushtetutë? Cili do ishte rezultati në qoftë se në kundërshtim me ligjet dhe kushtetutën nuk do ndaheshin 100 euro për person për pension në mes fushatës? Cili do ishte rezultati në qoftë se vetëm 2 ditë para zgjedhjeve nuk do faleshin 2 miliard euro gjoba dhe kamata, që preken 200.000 familje? Cili do ishte rezultati në qoftë se këta rrogtar që shtrohen në policë kriminal të votës huaj do të qëndronin si shërbëtor tuaj dhe respektonin vullnetin tuaj? Cili do ishte rezultati në qoftë se nuk do firmoseshin 29.000 hektar tokë për të mbjellë me kanabis nga 200 hektar që parashikon ligji? Miq, një gjë është e sigurt, përqindja nuk u jap dot, po 100% e sigurt se fitoria ishte e Partisë Demokratike. Dhe pikërisht për këtë arsye, ai mori gjithë këto masa antikushtetuese, antiligjore për të plaçkitur zgjedhjet. E them këtë, pse? Sepse sot ka një vërshim të mashtruesve të shplar, të njerëzve që kanë humbur identitet dhe dinjitet,
në një garë se cili të mashtroj ju me shu. Në një garë të primitive, të turpshme, se si të mbrojnë farsën elektorale, pa qka se shqiptarët dhe Shqipëria po shkretohet, po rëkulliset, po zhduket, para syve tanë. Pra, zgjedhjet nuk i fitoj Edi Rama, dhe do ndalem këtu. As një ditë, as një orë, a y nuk ka të drejtë të qeverisë. Dhe ne, po, kësaj radhe, ja dolem. Ja dolem të mbrojmë votën. Ja dolem të mbrojmë votën. E kapëm për fyti. Falë punës që bët ju, komisioner, aktivist, numrues, falë punës që u bë në zgjedhjet e 2023-shit, Librizi, edhe ajo vepër e juaja. Edi Rama u fut rreth kuq. Edi Rama e kuptoi me datën 12 maj, e kuptoi që e kanë kap me presh duke vjedh, me presh në dorë. U tërbue, humbi, i thirrë dhe kërcënoi në zyrë të tij kryevëzhguesin. Kërcënuan vëzhgues të tjerë në shohin raportin. Ata, jo që së nëshuan raportin, por raportin e ridimensionuan shumë më tepër, si që ishte e vërteta. Arritëm një gjë, arritëm një gjë. Shumë të madhe. Arritëm të faktojmë shqiptarve, të faktojmë komunitet ndërkombëtar, se ky ato mandate i ka krimi. Se ky nuk ka legjitimitet. Dhe një qeveri jo legjitime luftohet çdo orë, çdo ditë, çdo javë gjersa të rrëzohet. Një qeveri jo legjitime nuk respektohet kurrë. Njerëz të lirë nuk e respektojnë kurrë. Pra, së dyti, ju jeni dishmitar, çdo ditë, dhe ndonjëherë dhe 2-3 herë në ditë, ne kemi denoncuar aferat e tyre. Ne kemi denoncuar narkoshtetin. Përpjekje të mëdha për të na bërë presione që të mos përdorim termin narkoshtet. Përpjekje të mëdha edhe nga lobistët e Edi Ramës, po si të mos përdorim në termin narkoshtet. Kur eksportet zhduke njëra mas tjetrës, sepse narko-eurot rëzojnë euron, e rëzojnë me 30%. Po ai që eksporton, ai se ka fitimin 30%. Dhe ai ka vetëm me euro shkëmben. Se ato narko-euro shndrohen në kulla Gathaçelën në Tiranë dhe kanë shkatruar tregun. Asnjë i ri i këtij qyteti të bekur, asnjë i ri i Tiranës nuk mund të mendoj të blejë një apartament për shkak të çmimeve, të cilat janë të barabarta me Mynihun dhe Parisin. Pse? Si është shumë e thjeshtë. Kullat tërtohen, vinë çunat e drogës, edhe blejnë katet. I vënë drynin, edhe rrinë atje ku janë, në Kolumbi, në Ekuador e të tjerë. Dhe këta këtu nuk ulin çmimet. I vetmi vend në Europë dhe në botë, që ka ndërtimet më të mëdha dhe çmimet shkojnë gjithë duke u rritur. Atëherë, a nuk është kjo një shkatrim për vendin, kur asnjëri s'blen dot një apartament,
kur strehimi po bëhet gjithnjë me shumë problem, sepse njerëzit nuk kanë mundësi të blenë banesa. Ja pra pse përveç ndërhyrjes së zgjedhje. Por sot, çfarë ka ndodhur tani? Tani fatmirësisht ka ndodhur që ai zëri ynë i vetmuar në shkretir për disa, edhe për vite, por ne nuk u lodhëm. Jo, ne vazhduam ta denoncojmë narkoshtetin si armik i egër juaj, i qytetarëve. Tani, në çdo takim që kanë me shtetet me zyrtar amerikan, në kryet agjens, janë klanet e drogës dhe lidhet me klanet e drogës të Edi Ramës dhe qeveritarëve. Po, ja dolem, ja arritëm. Ja arritëm të paraqesim para shqiptarëve dhe botës se 90% e medjave janë në kontroll qeveritar. Pra 90% u mashtrojnë ju çdo ditë nga mëngjesi në darkë. Më keq se në diktaturë. Absolutisht më keq. Rikujtoj sot atë kohë. Vërtet televizioni shtetëror nga mëngjesi në darkë mashtronte dhe glorifikonte të keqen në Hoxhën. Pa i ishte. Tjerët kishin kanaçe, ndigjonin zërin e Amerikës, kurse sot janë pothuaj të gjitha mediat. Janë 43 mashtrues profesionistë që paguhen për të kaluar nga një studio në tjetër vetëm për të mashtruar qytetarët. S'ndodh, nuk ka kjo. S'ndodh kjo kund tjetër. Dhe e gjitha kjo, ata paguhen me para që jo vjedhin qytetarëve. Çfarë ka ndodhur tjetër? Ka një degradim ekstrem të administratës. Një administratë antiqytetare se ka pas vendi kur të tillë. Njerëz të cilët drejtor bashkiaj vjedh shkon ndërton pallati 24-sh me Olsi Ramën dhe me Erion Velin. Qelçi. Vetëm kaq? Jo, mor, janë me kudo. E rëmbyen para ca javësh një Daniel Shimën. Dhe unë duke i dalë zot ati disa ditë me radhë. Danieli ishte si ai. Kish bërë nënën milionere duke vjedh parat e akshit, ajo rroba qepse dhe regjistrua miliona euro në emër saj, si për marse. Urdhoni gjykatësit. Urdhoni gjykatësit. 4 seanca. Për çfarë? Për një vendim që në mënyrë absolute nuk u takonte ta shqyrtoni. Po pse? Sepse çdo qytetar, në qoftë se ka një vendim gjykate e fakti, e shkallës parë, e ka rrugën të shkojë tek apeli, nga apeli të shkojë në gjykatë të lartë, nga gjykata e lartë shkon gjykatë kushtetuese. Kurse lubia dhe këta gjykatës direkt në gjykatë kushtetuese e majnë 2 muaj aty, ajo 2 muaj me një ushtri të tërë duke fabrikuar, duke falsifikuar dhe grisur dokumenta. Pse kjo? Vetëm se ajo është Edi Rama. Është Edi Rama. Po, kemi sinqert. Ajo me hajdutë se ajo nuk ka njeri. Por ajo është Edi Rama. Kjo është e faktuar. Dhe ma Edi Rama ishte i gatshëm, ta dini ju, këto 2 ditë në Bruxelles, ka pasur mbledhje, këto 3-4 ditë ka pas mbledhje, me diskutime shumë të rënda për ne. Shumë të rënda. Me variante nga më ndëshkuset.
nga më ndërshkuese. Variant dhe që të zhbëhet i gjithë procesi i integrimit të Shqipërisë. Do të thotë të ktheheshim tek marrëveshja tregtare e vitit 92. To bie i vizë asociim stabilizimit, vizë heqjes vizave, vizë statusit kandidatit, hapjes negociatave, pranimit të kërkesë, dhe pse? Sepse Edi Rama ka vjedhë dhe kërkon me çdo kusht të bllokojë drejtësinë. Kërkon me çdo kusht që të mos jap llogari para ligjit. Kjo është situata në cilën ndodhemi. Por sot ne jemi në këmbë. Sot jemi në një mision në transishmin e jetësor. Jemi një mision të shpëtojmë Shqipërinë nga kjo diktaturë, nga ky regjim që bazohet kryekput në vjedhjen, drogën, për çmimin e qytetarëve. Çdo qeveri që shkelmon votën e qytetarëve duhet rrëzuar 1 minutë më parë. Çdo qeveri që del nga vota e lirë e qytetarëve, por i vjedh qytetarët, humbet çdo legjitimitet për të qëndruar në pushtet. Dhe duhet largohet 1 minutë më parë. Pra këtu jemi. Në një anë jemi ne, njerëz me ideale, njerëz që duam këtë vend, njerëz që i besojmë Shqipërisë, që ja njohim të gjithë problematikën. Përballë kemi një organizatë kriminale. Përballë kemi një grup kriminal që vjedh nga mjerzit ndarë qytetarë shqiptarë. Dhe që tani thotë, do vazhdoj të vjedh, do përdor imunitetin kundra jush, mund të vazhdohet kështu as 1 minutë. Tani miq, ne jemi forcë e madhe politike. Jemi forcë shumë e madhe politike. Dhe jemi në sa jetuj, jemi në falë jush. Jemi dhe në qoftë se Partia Demokratike sot është forcë shumë e madhe, është falë jush. Sepse ju, në të gjitha rrethanat, në të gjitha vështërsitë dhe situatat, ju jeni njerëz politik. Nuk ja hoqët asaj besimin. Sigurisht, se cili për jush ka patur vretit e veta, se cili për jush kritikat e veta dhe pakrahësitë e veta, por në arsyetimin tuaj të plot, ju keni gjykuar se vetëm me Partinë Demokratike mund të realizojmë idealet dhe qëllimet tona. Kjo është e vërteta. Nuk është se nuk u krijuan forca tjera politike, u krijuan, po shqiptarët prap. Partinë Demokratike besuan. Dhe kjo e bën misionin ton shumë herë më të rëndësishëm. Kjo bën që ne të bëjmë gjithçka që kilometrin e fundit të rrugës tonë ta përshkruajmë me forcën më të madhe, me dignitetin më të madh, me fitoren më të sigurt. Dhjetë shkurti është një ditë jashtëzakonisht e rëndësishme për ne. Shumë e rëndësishme. Fundi i janarit dhe fillimi i shkurtit
Shqipëria ishte në tryezë për shkak të Edi Ramës. Cila do ishin masat që do merreshin, sigurisht asgjë me ju, me qytetarët, por me Edi Ramën po. Sepse Edi Rama u faktoi Bashkimit Evropian dhe lider Evropian se nuk jenohen parim përveç se vjedhjes dhe lidhje me krimin. Dhe ata, që është e vërteta, ja prun mesazhin, i kanë sjell këtu zyrtar shumë të lartë në vizita të pa deklaruara nga institucionet ndërkombëtare dhe ky mesazhet i ka marrë. Por ju garantoj se Europa dhe çdo shqiptar pret mesazhin ton me 10 shkurt. Ai është mesazhi i gjitha mesazheve. Po, ai është mesazhi i gjitha mesazheve. Dy protestat tona kanë qenë një ndihmë shumë e madhe për Shqipërinë. Sepse kur tjerët lexojnë për ato që s'ka ndodhur kurrë, se nuk mundet kur një kryeministër. Nuk mundet kur një kryeministër të imagjinoj se nuk do i heq imunitetin ministrit apo vetes ti në qoftë se kërkon drejtësia. Ja kam dhënë këto ditë disa herë me respektin më të madh që kam patur dhe admirimin për të. Silvio Berlusconi, kolos i kombit italian. Gjykatës të majt, prokuror të majt, absolutisht vetëm për qëllime politike. Formulojnë akuza dhe ju kujtohet të gjithë hynte e dilte në sallë gjyqit. Nuk diskutohet ndonjëherë se do përdor mandatin politik për shmang drejtësinë, sado që ishte krejt e pa drejt. Nuk ndodh kjo, vetëm Shqipëri. E bëri me Sajmir Tahirin, ju kujtohet. Sepse ishte vetaj, Sajmir Tahiri kishte zbatuar të gjithë instruksionet e tij për drogën. Tani e bën për Belindën, që është Lubin, e cila ç'është e vërteta, thash dhe njërë hajduti se ajo nuk ka njohur kombi, por ama i ka bërë me Ramën. Po, të gjitha i ka spari Rama e dyta kjo. Ndaj dhe ne të betur, duhet betohemi, të mos i ndahemi gjersati të japim vendin që meritojnë. Se cilin nga ju është i thirrur këto pak kohë që ka ngelur, të takojmë çdo mik, çdo shok, çdo të afërm, çdo të njohur, pavarësisht nga bindjet politike, dhe t'i themi dalim në sheshën e burrave, për t'i dalë zot vendit, nga këta hora që e marrin e shkelmojnë në përkërëm për interesat tyre. Koha është e jona, koha është e guximtarve, koha është e atletarve, e njerëzve që i thonë dheut dhe i ti, njerëzve që i thonë familje ti, njerëzve që i besojnë idealeve të lirisë dhe dinjitetit njerëzor. Mos harroni, ai është i tremur, e keni vu vetë, është i shpartallur shpirtërisht dhe fizikisht, po dhe sigurt mos ishte. E them se një ndershëm dhe në përpara 100 hajdut. Po, sa hajdut vetëm guxim nuk kanë. Ndaj dhe siç keni qenë gjithmonë keni qenë, në krye të përpjekjeve, dojnë dhe tani, në 10
shkurt e gjithë kamza në Tiranë. Dhe ju garantoj se kilometrin e fundit do t'jetë kilometri më i bukur, do t'jetë kilometri që do të gdhenet në muret e Kos me germa tarta për kontributin tuaj. Faleminderit shumë. Faleminderit, Doktor Berisha, për këtë fjalim motivues. Kalojmë tani në hapësirën tuaj të foltores, sugjerimet tuaja, komentet tuaja, diskutimet tuaja. E nisim me zotrin aty. Mirëmbrëma doktor, mirëmbrëma demokrat, qendrëstar të Lirisë, Bashkia Kamës. Unë jam Ilir Bodini, profesion mësues dhe avokat. Kam qenë me fat në jetën time në 2 momente historike që ka kaluar Shqipëria. Si ish studenti dhjetorit në rrëzimin e bustit diktatorit dhe të diktaturës, edhe momenti i dytë, momenti i rithemelimit të Partisë Demokratike para 5 vjetësh. Sot dua që të flas me shpirt nga arsimi, sepse ajo është dashuria ime e parë. Nëse Partia Demokratike do të ndërtonte një platformë strategji për këtë vend dhe për këtë popull, unë do kërkoja që të vendosej emergjencë kombëtare arsimi dhe rinia. Janë 2 shtyllat kryesore të cilat janë tronditur më shumë në këtë vend. Po të shohim vlerësimet ndërkombëtare si tek Talis, tek PISA, arsimi shqiptar renditet ndër vendet më të fundit të anketës dhe të konkurimit. Dhe kjo fal buxhetit për arsimin që për fatin e keq dhe trishtues që këtë vit është 2.3% e GDP-s, që është një katastrofë. Profesioni i mësuesisë po bëhet gjithnjë më pak i preferuar. Çdo vit shkojnë pak e shumë më pak të rinj dhe të reja në mësuesi. Kjo tregon që e ardhmja e arsimit është tepër e zymt, nëse nuk do të ndërhyjet në këtë lloj drejtimi. Kurrikulat shkollore janë vërtet tallëse, po të hysh të lexosh tekstet shkollore shpeshherë përkthimi është bërë fjalë për fjalë, Google Translate. Nuk ka asnjë lloj përshtatje dhe ka dhe ironi dhe qeshje se si janë ndërtuar dhe si reklamohen ato tekste shkollore. Nga Tirana në Kamës çdo ditë në arsim vijnë mbi 500 mësues, të cilët ndërrojnë deri në 3 urban për të kapur orarin e punës në shkollën në cilën ata janë. Dhe atyre nuk ju kompensohet asnjë lek, ndërkohë që po të mendosh edhe koha për të ardhur dhe për të shkuar në shtëpi e këtyre mësuesve hanë më shumë se 3 orë. Reforma territoriale 2015-s i la këta mësues jashtë vendbanimit të tyre, siç u ndërtuan edhe zyrat arsimore në raport me bashkitë në të cilat ato ishin. Dhe për këtë nuk u mendua fare se si të rregulloheshin brenda territorit ku kishin vendbanimin e tyre. Një çift i ri për të ndërtuar jetën në Shqipëri i duhen rreth 84 vite për të blerë një apartament. Imagjino se çfarë do të bëjë një çift për të bërë këtë gjë dhe me të bërë këtë llogari, atij del llogaria më e lehtë që të udhtojë drejt Europës sesa të qëndrojnë këtë vend. Të rinj po ikin për ditë. Po kështu vetëm po shtohen pensionistët, të vetmuar, të trishtuar, pa mbështetjen minimale të tyre, shpeshherë me ilaçe ndoshta edhe të skaduara ose ndoshta edhe që u mungojnë. Në përmbyllje do doja doktor që
ty jepshit shqiptarëve dhe këtij auditori të nderuar, cilat do të jenë pikat, shtyllat kryesore të Partisë Demokratike në këto dy fusha, tek rinia dhe tek arsimi, si emergjenca kombëtare. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit shumë për diskutimin dhe për pyetjen. Për një komb dhe të ardhmen e tij nuk ka asnjë fushë që tjetë apo të ketë rëndësinë e shkollimit, të arsimimit dhe të shkencës dijes. Dhe kjo fushë kërkon një seriozitet maksimal, kërkon përparësim të saj, dhe unë mund t'ju them këtu, jo për të mburur për ato që kemi bërë, por të garantoj se në vitet në pushtet, për ne ka qenë përparësia e parë. Ku e nisëm ne, i nderuar zotëri? Ne e nisëm tek mësuesi. Mësuesit ishin larguar masivisht, sepse rroga e tyre ishte mizerabel. Rroga e tyre nuk u lejonte të bënin jetën më minimale. Dhe shkonin gjenin kudo punë tjera më të paguara, edhe policë. Futeshin, por mësuesit, shkollat, po. Çfarë bën? Ne vendosëm, deklaruam se do ringrem arsimin duke vendosur mësuesin në pjedestal. Do fillojmë me mësuesin. Jeni dishmitar se ne rritëm rrogat me 120% në arsim. Çfarë solli kjo? Kjo, i nderuar, ndërpreu komplet hemoragjin nga arsimi, largimin. Siguroi kthimin e mësuesve. Dhe një tregues tjetër jashtëzakonisht i rëndësishëm ishin fakultetet e mësuesisë. Sot janë me 6 nxënës, që ta dini ju. 6 nxënës ka fakulteti i mësuesisë. Ishte plot në përplot. Dhe i preferuar fare. Sepse mësuesi ishte një profesion i preferuar. Sepse rrogat e mësuesve i ngjitëm nga 1/3 e poshtme e shkallare së rrogave në 1/3 e sipërme të shkallare së rrogave. Çfarë solli kjo? Kjo ndikojnë cilësi. Ju një dishmitar. PISA e 2013. Prap, nuk ishim si s'do donim ne, por ama pati rritje vertikale. Shqipëria u rrit, në mos gaboj në lexim, një nga 2-3 vendet me rritjen më të madhe. U rrit në matematik, u rrit në shkencë. Rritja vertikale ishte shpresë. Po të vazhdojë në këtë mënyrë, Shqipëria do të dilte në nivele shumë më të larta. Çfarë bën këta? Të kundërtën. Këta e trajtuan mësuesin ose militant, ose pastaj armik. Këta bën që rrogat e mësuesve të rrokullisen përsëri atje ku ishin. Sot fakultetet e mësuesisë nuk i ndjek kush, nuk shkojnë. Sepse mësuesi është profesioni më i paguar. Ndaj dhe ne i qëndrojmë rreth parë mësuesit. Ne modernizuam në kushtet tona, ne dërguam internetin në çdo shkollë dhe kabinetet e informatikës. Hapëm dyert e universiteteve. Numri studentëve nga 12 për 1000 banor
u rrit në 52 për 1.000 banor. Kjo ishte një përpjekje shumë serioze, po fillestare. Kjo kërkonte që të ndiqej. Ju garantoj se për ne përsëri arsimi do të jetë përparësi absolute. Ju garantoj se mësuesi përsëri do vendoset në pjedestalin që meriton, si kusht për të ringritur të gjithë sistemin arsimor. Shtruhet problemin e trive, shumë e drejtë. Sot në tërësi, shumica e tyre nuk kanë guximin të mendojnë të ndërtojnë ëndrrën e tyre në Shqipëri, sepse zblejnë shtëpi, sepse nuk gjejnë punë, sepse nuk kanë pagesë dhe marrin rrugë të dheut. Të gjitha këto janë plotësisht të zgjidhshme, të atakueshme. Vërtet, çmimet kanë shkuar 2.000-3.000 euro në kullat e drogës. Po shteti mund ndërtoj qindra apartamente sociale dhe mund ndërtoj vetëm për trit, mund ndërtoj dhe për tjerët, dhe absolutisht shteti nuk humbet, përkundrazi, shteti strehon qytetarët e vet, shteti duhet dhe do të aplikoj kredi për trit çiftet e reja, do bëjnë gjithçka për punësimin e tyre, e dëgjoja para 3 ditësh rrahte gjoksin se kishin sistemuar në administrat me 220.000 punojës, 1.600 në qoftë që ishte vërtet se këta në çdo shifër gënjejnë, 1.600 të ri që kishë marru universitetin. Ky ishte ajo që ky thoshte, këto vite ne kemi punësuar 1.600 turp ta dëgjoj njëri. Pra, jo ne do i përparsojmë me forcën më të madhe dhe jam i bindur se ne do realizojmë kthesen. Ku e bazojmë? Shiko, e shkuara na shërben vetëm për një gjë, të projektojmë të ardhmen. Po, në vitin 2007 deri në vitin 2014 numri i shqiptarëve në Shqipëri është rritur nga vitin vit. Çka do thotë se numri i të rive shqiptarë që janë larguar nga Shqipëria nga vitin vit ka qenë më i pakt. Nuk është njerëz do lvizin, por ajo u paksua. Përsëri do arrijmë këtë gjë. Faleminderit. Zotëria këtu. Mirëmbrëma të gjithëve, Kamza, Tirana, Shqipëria. Quhem Petrit Gjorgji, jam mjek infeksionist në QSUT. Jam edhe antar këshilli i Bashkisë Kamzës, i Partisë Demokratike. Ju përshëndes të gjithëve, ju falenderoj për votimin që më bëhet në listën e hapur të Partisë Demokratike në zgjedhjet e majit. Desha ta nis me arsyet përse duhet protestoj. Unë si Petrit. Emigracioni më ka prekur dhe mua. Më kanë hikur 2 fëmijët, edhe djali dhe vajza. Nipi dhe mbesa flasin jo mirë shqip, flasin shumë pak. Edhe e vetmja përshëndetje është Gjushi, më thonë, Gjushi. Nuk din shqip. Është një këngë popullore shqiptare që thot a ka shpresë në një ditë me ardhë. Dhe këtë e thëmë për fëmijët e mi. Dhe e përshëndes profesor Lush Susaj, që i kam shuar shumë dramës shqiptare të emigracionit. Unë jam studenti i dhjetorit 90-s edhe e gjithë dëshira dhe dashuria që unë hyra të Partia Demokratike ishte motivi e duam Shqipëri si gjithë Europa. Dhe tani e pyes vetëm përse kaq pas 35 vitesh jemi si në vend numro. Pra nuk kemi arritur
Shqipëri si gjithë Europa. Ka shumë arsye. Një nga arsyet përveç emigracionit është edhe pagat e mjekëve. Pra, bluzat e bardha për buzën. E di që para 5 vitesh kam pyetur një kosovar, mjek, edhe më tha që ne paguhemi për ditë të zakonshme në shërbime 24 orëshe 100 euro. Të shtunat 150 dhe të djelat 200 euro. Në Shqipëri ka shumë vite që në kohën e profesor Berishës nga 2013 që paguhemi me 40.000 lekë të vjetra në një shërbim 24 orësh. Nuk e di se si do zgjidhet problemi i mjekësisë shqiptare me këtë paga dhe si do të ndalojmë hemorragjinë e ikjes të mjekëve të ri nga Shqipëria. Pra e pyes veten si do arrijmë, çfarë do bëjmë ne si Parti Demokratike. Dhe unë kërkoj shpresë. E vetmja shpresë është që çdo njeri të thrasë ndërgjegjen e vet. Pra të thrasë ndërgjegjen si do dalim nga kjo gjendje, si do ta ndalojmë hemorragjinë e ikjes të rive shtatë nga Shqipëria. E vetmja shpresë është të dalim të sheshi, ta rrëzojmë Edi Ramën, mundësisht edhe të gërvishtemi pak, jo vetëm të bëjmë numër, sepse nuk ka zgjidhje ndryshe. Pra, më e mundshmja do ishte që ne t'i shkojmë deri në Surrel, atje t'i arrestojmë makinat që mos ketë mundësi as t'na heqim makinat. T'i rrim me ditë me javë derisa ta bllokojmë si Gaddafi. Një ditë dëgjova një kuriozitet, një lajm kurios që thoshte në Bangladesh një ish president u dënua me 15 vite burg sepse kishte tjetërsuar pronën e një dylim tokë. Bangladeshi nuk e di që është aq vend i zhvilluar, por që kishte drejtësi. Nëse do gjykohet Edvin Kristaq Drama, nuk e di edhe ferri ose ferri Dante Alighieri në çfarë kati do dhe fuste nën tokë. Pra duam që neve t'ja bëjmë gjyqin ne, me që drejtësia shqiptare nuk po ndikon për t'ja bërë gjyqin. Ju përshëndes gjithëve dhe uroj Po dalë këtu se nuk rri do të me shpin nga demokratët, mirëmbrëma gjithëve. Ju falemderit shumë që keni ardhur, mirëmbrëma doktor Berisha. Unë du të falenderoj të gjithëve një për kontributin, për qëndrimin tuaj dinjitos, për sakrificën e madhe që keni bërë dhe si rezultati kontributit punës tuaj në zgjedhjet që sa po kemi lanë pas Partia Demokratike këtu në Kamës ka qenë fituese. Një falënderim dhe mirënjohje shumë e thellë për gjithë demokratët e Kamës, për gjithë qytetarët e Kamës dhe të Paskuqanit. Unë nuk kam parë në sytë e mi, kam parë tek gjithë secili nga ju shpresën përfitore në zgjedhjet e kaluara. Unë kam parë se si ju përballët me një regjim, me manipulimin e votës, me vjedhjen, me një regjim, po kur nuk u thyet, kur nuk u ullët dhe qëndruat dhe si rezultati qëndresës tuaj, ne kemi arrit një fitore. Ju jeni rezistenca e Partisë Demokratike dhe ne ju a kemi borç, Shqipëria ju a ka borç, Sali Berisha, Partia Demokratike ju a ka borç. Sot ne mish përballemi me një regjim. Dhe unë e di shumë mirë se si një familje, një qytetar i Kamzës përballet me padrejtësinë. Unë nuk kuptoj gjithë ju se sa e vështirë, se sa e dhimbshme është kur u largohen fëmijët nga familja dhe janë larguar shumë dhe mu janë larguar për shkak të këtij regjimi. Por amo unë e di shumë mirë se sa trima e guximtar jeni ju, se sa trima dhe se si përballeni dhe për shkak qëndresës tuaj, sot Partia Demokratike është kaq e fortë. Dhe për shkak të Sali Berishës, i cili
është një lider që nuk është përkullur. Është një lider i cili është arrestuar, por nuk është përkullur, por kjo ka ndodhur fal jush, se sa do lider i fort jetë, po nuk qetë ju, nuk mund qëndroj kaq fort. Prandaj falënderimi është i juaj. Unë sa herë vin Kamz dhe jam këtu me ju, kam një kënaqësi të jashtëzakonshme, sepse unë njoh gjithë secilin dhe jam i bindur që si unë e dini dhe ju që ky regjim është shumë i dobët, ka rënë, por kjo nuk do të thotë se ai ikën vetë. Atë duhet ta largojmë ne. Ata do ta largojmë ne. Ai ka rënë, por nuk e lën banditët. Nuk e lën ata që kanë vënë atje, nuk e lë korrupsioni për t'u larguar, por ne do ta largojmë dhe u kam bindjen e plot që viti 2026 do të jetë viti i fitores Partisë Demokratike. Do të jetë viti i largimit të këtyre hajdutëve. Do të jetë viti i kthimit të rinisë shqiptare, i demokratëve dhe gjithë shqiptarëve në Shqipëri. Shqipëria është e jona. Ne do t'i largojmë të hajdutë që na vjedhin për ditë. Prandaj, ju bëj thirrje me datën 10 të gjithë, pa dallim feje, krajine, ideje, pa dallim bindjesh, çdo qytetar i Kamzës, Paskuqanit dhe gjithë Shqipërisë ta mushim sheshin, t'i largojmë këta hajdut dhe ne do t'i largojmë bashkë. Shumë faleminderit. Faleminderit gjithëve. Kalojmë te zotëria. Mirëmbrëma, përshëndetje doktor Sali Berisha, mirëmbrëma banorët Paskuqanit dhe të Kamzës. Unë jam Aziz Doçi, prej 9 vitesh merr me fëmijët me aftësi të kufizuar. Një nga traumat më të mëdha të vjeçarit fundit. Gjatë kësaj kohe kam punuar me fëmijë dhe kur punoj aty ndihem fatlum, jo për faktin sepse do bëhem i pasur, po sepse do të bëj një fëmijë shumë të lumtur. Do të bëj një fëmijë që të ecë përpara për ditë. Po kam pasur dhe shumë barriera. Sot, të paktën 12 vitet, qeverisës Partisë Socialiste, nuk kam gjetur një moment caktuar, një buxhet zëm vete për persona dhe për fëmijët me aftësi të kufizuar. Zoti Berisha, nëse nesër, inshallah me kismet Zotit do hikin poshtë këta, cila do të jetë platforma jote për mirë qeverisjen dhe për arsimin gjithë përfshirë special për fëmijët me aftësi të kufizuar. Pyetja 2. A do të ketë një agjensi në vete që kjo target group të ketë përfaqësimin e tyre, të prindërimit? Pse e them këtë gjë? Të paktën në Shqipëri mund të kemi të paktën mbi 8.000 prindër, që sot janë quhen të papaguar. Kam fatin me ligjvënësen Jorida Tabaku, po përpiqemi ta çojmë në një draft projekt në Parlamentin Shqiptar, që këtyre prindërve me aftësi të kufizuar t'u njihen vite pune për atë sfidë të jetës që ata në përditshmërinë e vet do kenë. Nëse më lejoni, njëherë ju falenderoj gjithëve juve qendrëstarëve, falenderoj në mënyrë të veçantë gjithë rrithën e lusët që marrin përsipër me gjithë Sali Berishën, t'ia dalim edhe t'i shporrim da. Mirënjohje thellë dhe për flamurnogën që nuk tërhoq edhe që ndroj krah. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Ju po ju përgjigjem pyetjeve. Spari, ju falenderoj shumë për ndërhyrjet. Doktor Besniku, nofta në qoftë se ka një sektor që ka pësua tjetërsimin më të pabesueshëm, për fat keq është ai sektor që ne e duam kaq shumë dhe jemi kaq shumë të përkushtuar për kohën që kemi punu unë, kurse ti e ke më gjatë. Sektori ynë sot është sektori më i shpartalluar. Sektori kur ndonjëherë nuk ka qenë i tillë në këtë situatë. Mjekët largohen masivisht. E thatë
shumë drejt, sepse nuk paguhen. Nuk paguhen. Në një kohë kur çdo rrogë, çdo pension, çdo ndihmë ekonomike, në qoftë se ndiqeshin ritmet që ne lam, sot duhet ishin të trefishuara. Sot duhet ishin të trefishuara. Pa asnjë vështirësi. Nuk po them më shumë, se me rritin e taksave mund të ishin dhe më shumë. Pra, këtu u vendos një sistem dhe ju kujtohet se do bëj reformën shkatrimtar. Për fatin më të keq, në mënyrë absolute, 80% e ilaçeve që merrni janë jashtë standardeve. Po ja u them me siguri këtë. Sepse janë zëvendësuar me ilaçet e Tom Doshit dhe asaj Vilma Nushit. Sepse pjesa tjetër vinë me çanta, mirën magazinat. Ne kishim një rregull, doktor, të kujtohet. Asnjë ilaç nuk shitej në Shqipëri që të mos kishte certifikatën e 2 enteve më serioze në botë, endit europian të ilaçeve, në qoftë se tregtohej në Europë dhe endit amerikan të ilaçeve në qoftë se tregtohej në Shtetet Bashkuara. Jo vetëm kaq, por ilaçi duhet të shitej në 2 shtete europiane, Bashkimit Evropian që të futej në Shqipëri. Pra, ky sistem në vend se të shkonte drejt konsolidimit, ky sistem shkoi dhe u pushtuar nga mafia. Mafia shumë e rrezikshme. Ja u them unë ju. Kur shofu ndonjëherë mjek në për ekrane që nuk mbajnë anën tuaj, po mbajnë anën e kësaj qeverie mafioze, të turpshme, e kësaj qeverie që vjedh ilaçe të smurve, e faktuar kjo. Mendoj se çfarë transformimi kanë mësuar këta njerëz që duhet të jenë më fisnikët. Duhet të jenë më fisnikët për profesionin. Ndaj dhe rritja e rrogave të mjekëve do të jetë një përparësi absolute. Nuk mbahen mjekët me vendime që do punosh 3 vjetë se studiove këtu dhe pastaj mund t'i kish. Jo, do të paguajmë, do paguesh që të ndërtosh jetën, do paguesh që të jetosh si mjek dhe të shërbesh qytetarëve. Kjo është dhe ju bët thirrjen tuaj. Ju falenderoj. Asgjë me jetike nuk ka. Se sa kjo betejë. Lidhur me qëndrimin ton, strategjin ton për qytetarët me aftësi ndryshe, trajtimin e tyre, ka mbetur aty ku e sollën asnjë përmirësim, përkundrazi për keqësimet më të mëdha. Është aq larg standardeve që duhet të jetë, sa njerëzit nuk mund ta imagjinojnë. Ky sektor kërkon një transformim rrëjësor. Kërkon një transformim rrëjësor më së pari, që secili nga këta qytetarë të ndjej vlerën e jetës tij, të jetë i aftë, të aftësohet për të përballuar
ato që mund të përballojnë sipas aftësive. Por do jetë dhe një detyrim tjetër. Do të jetë një detyrim për të bërë këtë shoqëri më humane, më njerëzore. Dhe kjo është shumë e domosdoshme. Ndaj dhe ju jap fjalën se do ketë reformim të thellë të atij sektori. Përsëri mbetemi tek data 10. Data 10 është një provë e madhe për ne. Jam shumë i bindur se do të jetë protesta më e fuqishme që ka njohur Tirana dhe Shqipëria. Mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma doktor Sali Berisha. Quhem Luan Speci, banor i qytetit Kamzës. Në 2015 nuk ktheva nga migracioni, i kisha fëmijë 15 vjeç. Sot 25. Duan të ikin nëse s'kan ikë akoma si gjithkujt nga ne. Maq kursime se kisha hapa një biznes të vogël si kushdo nga ne. Me të gjitha votimet, një muj para zgjedhjesh kemi presion, një muj mrapa zgjedhjesh kemi gjoba. Si do të ndalojmë te edhe kur? E unë them gjithë bashkë, le t'ja dalim, përballemi me te, të rrëve. Ju faleminderit. Edhe unë të falenderoj shumë. Edhe unë të falenderoj shumë. Po, kanë ndonjë pyetje tjetër? Diskutim po, zotëria atje. Mirëmbrëma të gjithëve. Mirëmbrëma doktor Berisha. Mama. Quhem Zanel Gjeta, Kuksian. Tani jam qish demokrati 90-s, nuk kam ba asnjë ndishje, asnjë lëvizje, kam shumë arsye për qenë demokrat, se kalojmë të këto probleme tani që janë më të shpejta. Unë vazhdoj të jem shumë herë komisioner, qendrën e votimit. Se si u morën zgjedhjet tani, më nishin forma, u morën u vodha. Tani, problemi është te protestat. Protestat do të jenë shumë të fuqishme, do të jenë, po jo, mirë tha doktor Petriti, që gërvishtemi pak kur shkojmë atje doktor, se tani mbledhu derdhu, por zotin, ki nuk e qanë koko. Por zotin, unë 3 protestat. Kam marrë pjesë në protesta vazhdimisht. 3 protestat e Luli që i banin në fund, s'kam marrë fare pjesë, se nuk u banë, tani doktor, tani i thena në verior që ti dorë për një krye. Jam i mendimit që, vallaj, kam një vrejtje se po harroj, deputetet pak më tash për atje në parlament, o doktor. Për zonë, tani mos ndalon vetëm ne që qohen demokrat aty, vallaj, për zonë. Edhe ato, ne po angazhojme pa rrok, pa lek, pa pagujme edhe biletat të urbanit, me gjithë se na i kanë ngrit këtu çmimin e biletës, edhe kam një mirë tha doktor Petriti, që është edhe antar i Këshillit Bashkiak. Si u ngrit bileta tani? Edhe po bëhet tha, mori fun aty, çdo gjë. Tani valla, u miratu nga antarët e Këshillit Bashkiak, edhe demokrat. U miratu ai liç. Valla, ha? Faleminderit. Shumë faleminderit. Po, vërtet. Tani Çfarë them tjetër gjë? Me datën 10 të angazhohemi, do vim, do marrim pjesë, do të përleshemi. Vallai, për zonë. Faleminderit.
Të falenderoj shumë për diskutimin, për çështjet që ngrite dhe të garantoj se deputetët dhe të gjithë drejtuesit do të jenë krah për krah dhe të gatshëm për çdo lloj përpjekje dhe sakrifice. Një gjë duhet ta them këtu. Kjo betejë nuk është një ndeshje futbolli. Ne duhet të tregohemi të vendosur, të persistojmë. 2 protestat që kemi bërë kanë patur impakt jashtëzakonisht fuqishëm. Pse? Nuk është se ato kanë qenë më të fuqishme që mund të bëjmë ne. Por kauza që mbrojmë ne është një kauzë e drejtë shumë. Është kauzë e drejtë. Dhe ne, me ato protesta, ja u them një gjë, edhe të secili për jush duhet ta di, ne mbrojtëm nderin e këtij kombi, nderin e këtij vendi. Pse? Se nuk do kishte gjë më të zezë, më të keqe, se ne tulnim kokën para këtyre gjëna, para këtyre që bën Edi Rama me Lubi Ballukun. Në mbar botën do pyesin çfarë janë këta. Ç'janë këta shqiptarë? Po jo treguam që vërtet një kryeminist është si puna e tij dhe zëvendësi, por ne tjerë jemi në rrugë, s'pajtohemi kurrë e s'do pajtohemi me ta. Ne i kemi bërë, thash edhe një herë, jemi në kilometrin e fundit. Ne i kemi faktur botë saj ka shtruar zgjedhjet në fars. Ne i kemi faktur botë saj është i lidhur me krimin dhe drogën dhe ne nuk jemi për te. Ne i kemi faktur botë saj ka vjedh pasuritë publike dhe paratë e qytetarëve sa askush tjetër dhe nuk ka asnjë ditë legjitimitet. Tani do merremi ne me te. Do merremi gjersa ta largojmë. Për këtë nuk duhet kemi, duhet jemi të përgatitur, të betur dhe do e realizojnë. Nuk rezistojnë dot ata qytetarëve. Jo. Tu bëjnë thirrje dhe forcave të rendit. Mos mbroni hajdut. Ti polici ndershëm, ti oficeri ndershëm që jeton me rrogën tënde, me djersën tënde, që ai trafikantin polici të vret, të zë pushi, mos mbro hajdut si këta. Lërja u qytetarëve të merret me ta dhe e zgjidhin qytetarët atë, dhe do e zgjidhim. Kështu që tu bëjmë thirrje çdo të njohuri, çdo familjari, çdo miku, shoku, pavarësisht nga bindjet, të bashkohemi në këtë betejë për të shpëtuar Shqipërinë. Për të shpëtuar familjen tonë, ne nuk u ndalëm këtu. Po ligjet që ka kaluar ky në parlament është ligji absolutisht në çnjerëzor për familjen. Është ligji i shkatrimit të familjes. Është ligji i shkatrimit të identitetit gjinor. Është ligji i ekstremit majt. Por t'ja u ilustru pak. Keni ndëgjuar, besoj, se si presidenti Donald Trump, kur ishte kandidat, e gjobitën 450 milion euro. Ju kujtohet kjo? Pse ishte gjoba? Se del njëra i thot që para 32 vitesh ke ardhje fut në gabin të këpo vishësha dhe më ke puth me zorë. A më prisni? Ky njeri se kishte pa kur atë, kur. Po problemi është se ligji që kemi ne sot, që e morëm prej tyre, çfarë thot? Duhet ta aprovosh ti, që nuk ka ndodhur. Dhe jo ai që t'akuzon. Kanë përmbysur parimin e prezumimit të pafajësisë. Pra, me ligjin e ri të shkatrimit familjes, të shkatrimit identitet gjinor,
Ai që akuzohet duhet faktoj se nuk ka faj. Po ku ndodh kjo? Ai që të akuzon duhet faktoj që ka 1, 2, 3 argumenta që e ke diskriminuar. Mjafton ky ligj. Dhe këta një thonë që ekzistojnë 40 gjini. Një gjë që te i kalon çdo lloj fantazie, çdo lloj perversiteti dhe nuk ka absolutisht asnjë synim tjetër, vetëm degradim në plot të kombit. Po ne kombin, ne ekzistencën e kemi nga familja. Ne ekzistojmë sot si shqiptarë që kemi ecur mira shekuj, mira vjet rrugë nga familja. Dhe tani Edi Rama i vuri kazmën me ligjin kundra diskriminimit, që s'ka asnjë lidhje me diskriminimin, ka lidhje me shpërbërjen e familjes, ka lidhje me shpërbërjen e identitetit, dhe garantoj që çdo shqiptar që ngrihet kundër këtij regjimi, ngrihet për të mbrojtur familjen e tij, për të mbrojtur gjinin që i ka lindur Zoti, që i ka dhënë Zoti fëmijëve të tij. Jo, isha unë në Këshillin e Europës, e dëgjot ju, edhe po diskutoj kjo terapia konvertive, që terapia e ndrimit gjinis, ilaçet. Një krim monstruoz. Këtu shkruajtë në artikujt kundra meje. Pse unë ngrita kundër kësaj terapie? Sot, në kopshtet e Tiranës, shkollat e Tiranës, mësues pa moral. I thonë, jo, ti nuk je vajzë, ti je djalë. Apo ti nuk je djalë, je vajzë ti, i ke ja këto. Edhe pastaj, rrinë i manipulojnë, u japin ilaçe. Po, krim. E dëgjot ju. Zëvendës, ajo bënte kandidat, bënte fushat në Shtetet Bashkuara, fushat elektorale duke u premtuar emigrantëve ilegal që po fitova unë, ju do t'ja u paguaj shteti ndrimin e gjinisë. Pa 2 vitesh, sollën parlament ligjin e fermave të grave. Çfarë ishte ligji i fermave të grave? Që gratë të lindin fëmijë të askujt. Ju duket e pabesueshme, por ligji është real, ligji është në parlament. Po, ndaj dhe ky është një motiv tjetër, shumë i madh, për çdo shqiptar që don familjen, pavarësisht se çfarë mendon. Mund të lejojmë ne këtë degradim të familjes? Mund të lejojmë ne këtë agresion ndaj gjinisë? Prishni. Ky është ligji, po ligji çfarë ka tjetër? Në qoftë se ti fëmijës tënd, i thua që në shkollë nuk do pranosh të diktojnë gjini tjetër për kësaj që të ka dhënë Zoti, në qoftë se ti fëmijën tënd e edukon sipas Biblës apo Kuranit për këtë çështje, ti dënohesh. Dënohet hoxha apo prifti që predikojnë Biblën ose Kuranit për çështje familjes. Kjo është e vërteta. Ndaj dhe me këtë grup në pushtet, ka ndodhë gjëra që shumica e shqiptarëve ende nuk i realizojnë, por që do fillojnë t'i praktikojnë çdo ditë e më shumë. Kanë filluar në kopshte. Në kopshte. U nxjerrin tullumbace. Po zgjodhe tullumbacin roz, je vajzë. Edhe kjo një shmenduri. Një shmenduri. Ndaj dhe ne
duhet të mbrojmë familjet tona, duhet të mbrojmë familjen. Familja është e shenjtë, miqtë e mi. Ajo na ka asaj detyrohemi ne Zotit dhe familjet e tjera. Edhe diskutimin e fundit e zotëria atje. Mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma doktor. Quhem Sami Jao, mësues specialist. Unë nuk do përsëris gjërat që u thonë këtu, por do të kërkoj nga të gjithë pranishmit që në datën 10 të gjithë me të afërmit e tyre, me të njohur, me të panjohur, të vinë në protestën më madhështore, ashtu siç keni thënë ju, doktor, dhe t'i japim atë si thua shtytjen e fundit kësaj qeverie e cila nuk meriton sekond të jetoj. Unë origjinë kam nga Maqedonia e Veriut tani quhet. Pikërisht nga zemra e shqiptarizmës, nga manastiri. Do bëj pak si thua biografie. Gjyshi im ka qenë pothuajse shoku i ngushtë i Mithat Frashërit. Dhe para se të bëhesh kongresi i shkronjave shqip, 1908, bisedat bëheshin në shtëpinë e gjyshit tim. Si gjithë shqiptarët e ish Jugosllavisë, të cilët kanë vuajtur jashtë zakonisht shumë. Dhe unë kam nga përvoja. Derisa u detyruan që të lënë trojet dhe të vinë në Shqipëri. Kemi ardhur në kohën e Zogut, kur ka qenë regjimi i Zogut, 1934. Unë personalisht kam lindur në Shqipëri, por vëllezërit, motrat e mia që sot nuk jetojnë, kanë ardhur të lindur nga manastiri. Dhe vuajtjet që ka hequr, do të thënë, familja ime janë të rrishin nga dimri. Derisa gjithë pasurinë që ka pasur gjyshi e ka shkrirë për libra dhe për shkronjat shqip. Pastaj u detyrua të emigroj si gjithë tjerët bashkë me Mithat Frashërit. Kjo solli, si thua, shpërngurjen. Dhe pasi erdhën në Shqipëri, kanë lëvizur shumë vende si gjithë emigrantët të asaj kohe. Bile kemi qenë në qytetin e Durrësit, por duke qenë se familja ime kishte, si thua, ndjenja patriotike adhetare, mbas shërimit, nuk u pajtua me Partinë Komuniste, dhe pjesëtari djali i xhaxhait tim, konkretisht, ka bërë 10 vjet burg politik. Vetëm sepse nuk pajtohesh me regjimin e asaj kohe. Bile babai dhe njerëzit e afërm thoshin ne kemi vojtur tek Serbi, por vojtja këtu në komunizëm sikur po ja kalon Serbit. Tani ndodhi në këtë kohë sot, fëmijët e mi janë të emigruar dhe unë më shumë rri andej se këtej, sepse kam 2 fëmijë andej, një këtu. Kjo më shtyr mua dhe gjithë neve që jemi këtu, ta ndryshojmë të regjim, se ky regjim mua më duket, jo më duket, por është e vërtet, dhe kështu mendoj, besoj edhe shumë të tjerë, që ky ja kalon çdo lloj regjimi, se ky të vret, si thua, me pamuk. Jo si kohën e komunizmit, që e dijen që kishin një të keqe dhe rushe. Këtia nuk i ruhesh dot. Kjo është e keqe këtia. Është e papranueshme që të qëndroj
kjo qeveri më kërë. Me një Shumë faleminderit, me zotëri. një orqi të paparë. Prandaj të gjithë në datën në 10 në shesh. Faleminderit për diskutimet tuaja, doktor, një përmbyllje. Edhe njëherë ju falenderoj për pritjen, për ndërhyrjet tuaja dhe ftoj çdo qytetar të Kamzës, të Tiranës dhe mbar Shqipërisë ditën e martë 10 shkurt, dita dhe ora e qytetarëve shqiptar, e triumfit tyre, e idealeve tyre, e fitores tyre. Faleminderit.